Deputeti i Frontit Evropian Blerim Bexheti në foltoren e kuvendit ju drejtua kryeministrit Kristian Mickovski duke thënë se as Maqedona as V nuk u amban premtimet, ndërsa për shqiptarët dëshiron t'i prish marrëveshjet. Morët rolin edhe të prokurorit, ua kemi thënë disa herë, sot dëgjosha se kush e ka votu. Po ma, bëheni bashkëfajtore dhe ju për atë letër shkrujtme që e keni tërhek tash qenë ka alibi se kush e ka votu. Ka edhe shumë çështje tjera që realisht duhet të rikthehem aty ku e fillova. As Maqedonëve nuk ka mban premtimin, i ke 2/3. Prishi marrëveshjet. Shohim ku e çon shtetin. Ama për shqiptarët do me i prish. A është koha, pasi që u prononcove këtu në këtë seancë, sipas ligjit tënd, që për çështjet që kanë bëjnë me shqiptarët, sot a ke guximin dhe kurajon që kërkoj shpallje shqiptarëve me gjithë këtë sjellje arrogante në cilësinë e kryeministrit. Që po e bëni? Mos e gënjeni veten se e shqetësoni dikënd, e frigoni dikënd. Këtu duhet ju ndihmoj që në asnjë mënyrë mos merakoseni se e shqetësoni apo e frigoni dikënd. Tash nuk duhet ta uli nivelin e debatit. Nëse mendoni ashtu, caktoni një kohë, mos detyroheni ju t'i ngreni për veshi, shqiptarët do dalin të sheshi Maqedonia, sheshi Skënderbeu, Tetov, Gostivar, Manastir, kuda qoftë edhe nuk ke nevojë vrapojsh. Po ajo çështje nuk dihet ku shkon pastaj. Është njerëzore, është etike, është politike, për gjitha këto çështje politike që them, ju edhe të kërkoni falje për këtë qasje. Prokurori ku është? Po ju keni pas deklaratë se duhet të keni prokurorin e juaj të afër që të mund të bashkëpunoni e kështu me radhë. Po ajo është çështje tjetër që mund në një debat tjetër ta diskutojmë.